Shëndeti dhe kondicioni fizik. Muslimani duhet të jetë shembull i një personi fizikisht dhe psikikisht të shëndosh. Kjo nënkupton fuqinë e shpirtit, të trupit dhe të moralit. Muhamedi a.s. thot: njeriu i fuqishëm është më i dashur tek Allahu se ai dobti. Në kohën e pejgamberit a.s. shkuan dy persona te pejgamberi dhe i thanë: ja Resulullah, duam të bëhemi të fortë në aspektin fizik. Dhe ai tha: merrni një gur dhe vazhdimisht merrni dhe jepni në dorë njëri tjetrit, kështu që do t'ju forcohen duart e juaja. Për këtë shkak Islami i kushton vëmendje të posaçme edhe edukimit fizik. Prandaj i përkrah forma të ndryshme të edukimit fizik, të cilat ishin të përhapura edhe në kohën e para Islamit, siç janë noti, gjujtja me shtizë, shkatësitë e kalerimit e tjerë. Njëherë Muhamedi a.s. kaloi pranë një grupi të rinj të cilët garonin në gjuajtjen e shtizës dhe të shigjetës dhe u tha: gjuani o bijtë e Ismailit, babai juaj ka qenë gjuajtës i shtizës dhe i shigjetës. Islami gjithashtu nxit në shërim dhe në kërkimin e ilaçit në rast smundje. Shërohuni sepse Allahu nuk ka krijuar asnjë smundje e që asaj mos i ke dhënë ilaç, përveç pleqërisë dhe vdekjes. Thot Muhamedi a.s. Siç kujdeset Islami për anën fizike të njeriut, ashtu kujdeset dhe për anën psiqike të tij, për fuqinë e vullnetit dhe për vetbesimin. Islami kërkon prej neve që të mos bëhemi robër, por zotrues të epsheve dhe dëshirave tona. Allahu xhaleshanuhu thot: e mos shko pas dëshirave, se ata të shmangin prej rrugës së Allahut. Ata që largohen prej rrugës së Allahut i pret dënimi i rënd për shkak se harruan ditën e përgjegjësisë. Ashtu Zoti thot në Kur'an: "O men arada an dhikrillah fa innahu ma'ishatun danka", e kush i shmanget përmendjes së Zotit, pra përmendjes sime, do t'ja bëjmë pra një jetë të vështirë. Prandaj, besimtari duhet të kujdeset për shëndetin e tij, duhet të kujdeset për edukimin fizik, që të jetë më sportiv dhe të jetë pra më i shkathët. Dhe pra, siç thotë edhe pejgamberi selam për notin, mësoj javni fëmijëve sepse është nga sunetet e forta, si dhe hypja në kali pa e prekur me dorë, si dhe gjujtja me shigjet, me shtizë, pra sporti i cili i forcon duart, i forcon këmbët, noti po ashtu pra, janë sporte të cilat na edukojnë në aspektin fizik. Si dhe pra vrapimi, kalerimi me kual, pejgamberi selam shpesh herë dilte dhe vraponte me bashkëshorten e vet, dhe pra ata kujdeseshin edhe për kulturën fizike dhe edukimin fizik.